Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ditë zihe, dahen nga jeta në moshë të re çifti i njohur i showbizit. Çifti i njohur, regjisori dhe aktori legjendar Rob Reiner, 78 vjeç, dhe gruaja e tij Michael Singer, 68 vjeç, janë gjetur të vdekur në banesën e tyre në lagjen e Brentwood në Los Angeles, një incident që autoritetet po e hetojnë si vrasje të dyfisht. Ngjarja ndodhi ditën e diel në pasdite pasi shërbimet e emergjencës u thirrën për ndihmë mjekësore rreth orës 15:30 të kohës lokale. Pas mbërritjes në vendngjarje, policia zbuloi trupat e çiftit brenda shtëpisë dhe sipas hetuesve viktimat kishin plagë të shkaktuara nga arma e ftohtë. Hetimet janë përqendruar në pistën e një homicidi të dyfisht, ndërsa deri më tani nuk është identifikuar asnjë person i dyshuar në aratim. LAPD-ja ka dërguar ekipet e departamentit të hetimit të vrasjeve për të sqaruar rrethanat e ngjarjes. Reiner ishte një figurë kyçe e industrisë së filmit me dekada pune në skenë dhe pas kamerave. Ai u bë i famshëm fillimisht si aktor për rolin e tij si Meathead në sitcomin All in the Family dhe më vonë si regjisor. Zyrtarët të Los Angelesit, përfshirë kryetaren e bashkisë Karen Bass, kanë përshkruar këtë humbje si një tragjedi të thellë për komunitetin dhe industrinë e filmit. Familja ka kërkuar privatësi, ndërkohë që hetimet vazhdojnë.